një vend tjetër të ketë pejsazhin dhe tjetë pejsazh si ky vend. Zvërneci, Bishporo, kudo. Atëherë, cila është detyra numër 1 e qeverisë? Detyra numër 1 e qeverisë të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e Bashkimit Evropian. Zhvillimi në përputhje me pejsazhin mjedisor. A mund të zhvillohet në zonat e pejsazhit? Mund të zhvillohet. Është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e pejsazhit. Ka vlerësim. Në 4 shkallë kalon. Vlerësimi për zhvillimin e zonave të pejsazhit. Janë të njohura këto. Pra, doktrina nuk e përjashton, sidomos nëse ne, a mund të themi ne tani që se atër mbetëm i ndërtojmë vetëm në shkrepa ose në proje. Pra, por ne duhet të zhvillojmë ato në përputhje me pejsazhin, në përshtatje të plot me pejsazhin. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me pejsazhin i zonave të pejsazhit natyror. Janë të pafundme miq. Dhe po ju jap një shembull këtu. Fethi dhe Valbona, jo në pejsazhe, janë në parqe kombëtare të dyja. Mund të ketë edhe Gjetiu. Po, ama, a nuk është një barbari ajo që ka ndodhur në Ksamil? Imagjinoni tani. Çfarë i druaj unë? Duhet jemi hapur me ju këtu. Zvërnecit. I druaj jashtëmase se mafia shqiptare do të ashtrojë në një Ksamil të dytë. Nuk e di, është e pamshirë. Dhe ajo do ishte dramë e vërtet për ne. Nga një bizhu e vërtet botërore mund të shtrohet në një Ksamil të dytë. Një Ksamil të dytë. Pse druaj unë këtë gjë? Po, cil do kishte qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sonë dhe i yni në raport me Zvërnecin? Unë ju them, jo, ai pejsazh ne do ta zhvillojmë në përputhje me pejsazhin. Në kushtet plota, po aeroportin aty se ndërtonim kur. Çumne, qeni këtu të qartë, zotëri deputet duhet jeni shumë të qartë. Kontrata me aeroportin po përfundonte, do të përfundonte nga viti 2017 apo 2020, s'maj me në tani mirë, dhe ne po përgatiteshim për të ndërtuar aeroportin e Vlorës. Dërgojmë grupin. Grupi i ndjeri Sokollodashi krijoi grupin. Dhe grupi u kthye. Aeroporti nuk mund të ndërtohet në aty ku ka qenë Ushtaraku. Aeroporti, sipas këtij grupi multidimensional, duhet të ndërtohet tek kthesa e Levanit. U gjet toka për ndërtimin e tij, nuk kishte asnjë lidhje as me lagunën, as me Vjosën, as me Bishporën, dhe i shërbente jo vetëm Vlorës, po
por i shërbente Beratit, i shërbente Gjirokastës, i shërbente Jugut, i shërbente dhe Firit e komplet me i fjalë. Ishte edhe më fizibël. Të njëjtën gjë, dhe në fakt po thuaj të njëjtin grup se ekspertet ishin po ata, krijoi dhe Lubia në 2017. Dhe ata u kthyrë dhe i thanë, doan 80% ati grupi, ishte mendimin se aty nuk mund ndërtohet aeroporti. Nuk mund ndërtohet aeroporti, sepse shkatrohet habitati i shpendve. Dhe propozuan që aeroporti të ndërtohet të kthesa e Lebanit. Toka pa frut ishte aty, çdo gjë ishte e mundur. Ata e nëzorën me lecka, sepse Edi Rama kishte vendosur që tërtonte aeroportin aty ku ishte zbritur me Baba Pilon, me avion, kur shkonte në Dhërmi. Dhe u rikthye tek instinktet e tij. Aty aeroporti përmbytet, ju themun, me fakte përmbytet. E dyta, aeroporti, aty, një aeroport me një trafik, shkatron përfundimisht habitatin e shpendve. Shpend avion vinë mbi lagun. Imagjinoni ju tani, se si mund të rinë aty shpend ma. Pra, një kjo. Pse, qa ndodhë tani që ta dini miqë? Ne, jo, në çdo investim të huaj, bëm një ligj. Si pas të cilit, kur qeveria miratonte projektin, jo projektin, planin, iden dhe investimit, bazuar kjo në dokumenta shtetërore zyrtare të kadastres, origjinale, jo të falsifikuara, atëherë, asnjë njeri nuk mund të kishte asnjë pretendim ndaj investitorit përveç se ndaj shtetit. Të gjitha pretendimet ndaj qeverisë. Pse bëm këtë? Bëm këtë se i mirën peng. Vinte i huaj, investitori huaj, edhe blinte tokën, i bënte të gjitha veprimet, i dilte i forti, i thoshte jo s'janë gjakta. O kaq, ose këtu s'mull do ti, që kur bëm të ligj, i fort nuk çoj më kokën. Nuk ju afrohet do të asnjë investitori. Kishe ke mundodhi, që vërtet ka parregullsi në dokumenta, hajde tek ne, të paguajmë, të dëm shpërblejmë me çmimin e tregut, çdo metër katror. Çfarë ka bërë ky? Ky zotëria? Ky e ignoron këtë. E ignoron në mënyrë dhe prandaj dhe ikin investitor njëri pas tjetrit. Absolutisht asnjë investitor i rëndësishëm përveç se një në kushte ultra korruptive është tjetraj, ma vonë do të dalë kjo, nuk ka investuar në Shqipëri gjatë 13 viteve. Tapi është gjithçka kontrate e qeverisë me pashme. Devolli është kontratë e qeverisë me pashme. Fani është kontratë e qeverisë me pashme. Ashta e ndërtuar po. Pra, jo asnjë ikin. Ky zotëria në këtë proces që duhet ishte një zhvillim ta quajmë festiv për shqiptar që investoheshin 2 miliard apo 3 miliard, se thot
Tani, ky e ka shtruar këtë në procesin më të mbyllur. Më të mbyllur. O zotëri, aty është, pavarësisht se si e ndryshon ti ligjin, po aty është peizazhi mbrojtur. Hiqe sa të duhesh ti, natyra ashtu e ka atë. Atëherë, do ulesh me mjedisor, dhe do u japësh garanci. Do të thuash që ju nuk jeni që të ndërtohet fare. Ne do ndërtojmë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Hajde t'i bëjmë, ka Natyra 2000 përcakton qartë ato, se ky e rrit thot, jo, ajo, porto kjo, porto ajo, jo mos zotri. Ka të përcaktuara, a më thua. Dhe kjo zonë e bën Shqipërinë të famshme në botë. Absolutisht e bën. Ja u them unë, se është një zonë fantazi natyrore, është një mrekulli, po është stër mrekulli. Po e bën të famshme me kusht që mos ta shëmtosh, mos ta shkatrosh, me kusht që ta zhvillosh në përputhje me të gjitha kushtet. S'flet ky. Ky thot. Dhe herë e fundit, në fjalën e tij, unë ju kam thënë atyre që të zgjidhin problemet me pronarët. A di se është punë e pronarëve aty të them unë ju. 2 burime më thonë, që në qoftë se merr klejmet, pretendimet e njerëzve për pronësi në atë zonë, ti marrësh të gjitha në sipërfaqe, bëhen 28.000 km². Dhe si mund ta zgjidhë huaj këtë, më thoni ju mua? Si mund ta zgjidhë atë? S'keni zgjidhë. Me Hajduci, Plum Petriti, Alket Hyseni, kur unë i thosha krye mafiozi Jugut, Ergys Agasi, e të tjerë, ku lënë ata? Aty ligji dhe shteti duhet të jetë garanti. Ndaj dhe me ato frazat që s'kishte futur ai dje që pardjen që atyru kam thënë që ato çështjet e pronësisë duhet t'i zgjidhni ju. Po ty s'ka njëri që i zgjidh çështjet e pronësisë, por zotëri. Atë e dim ne që po shko atje pyet njërë. Si zgjidh do të kush aty. Po pse si zgjidh do të kush? Sepse ke ndryshuar 17 drejtor drejtor të kadastrën në Vlorë. Vetëm për këtë arsye, nuk ndodh në botë, je në Guinness. Kryej porosin, hik, merrish strajc me pare, emro tjetrin, kryej porosin, hik, merrish strajc me pare. Atëherë, aty do të jetë shteti që duhet të garantojnë. Nuk i thuhet fare, si sot ai që unë ja u ktheva këtë projektu, jo. Qeveria ka detyrim. Kur vendos, thot, ndërtimet në këtë zonë, peizazh natyror, do bëhen në përshtatjet plot me peizazhin. Shkoni, ja u them unë ju, edhe në parqet në të mbrojtura, ka ndërtimen përshtatje me peizazhin. Ka hotelen përshtatje me peizazhin. Ka vilan përshtatje me peizazhin. Këto si bën? Ndaj dhe shqetësimi i përgjithshëm, zero transparencë. Kishit pa ju ndonjëherë, pyesni pak memorien tuaj. Keni pa ju zonë të zhvillohet rrethur me tela me gjemba? Po si mund të ndodhi kjo? Si mund të ndodhi kjo?
Qa po nërton ti aty? Kam përqendrimi po nërton? Dhe bën sikur se ka ditur, e ka urdhëruar vetë. Terat me gjema e ka urdhëruar vetë. Atë që ndodhi, e kapën tjetër, e rrëmbyen. Tjetër jashtë rrethimit, kush gënjevi? Gënjeu Skënder Balluku. Gjersa dolën videot e aktivistëve, të cilët faktonin saj ai ishte jashtë rrethimit. Shkon e kapën. Të denueshme. Të denueshme. Përpjekjet për ta paraqitur këtë si një përpjekje të greqisë. S'pare njëherë, banorët e Zvërnecit, ai që ndjehet shqiptar, ai që ndjehet grek, jeton në një vend që ka të drejtë të plot të mbroj identitetin dhe origjinën e tij. E thoshte njëri shumë bukur aty, unë jam shqiptar dhe jam grek. Pik. Çfarë kemi ne me atë? Çfarë kemi atë? Po për çmim dhe për buzje më të madhe, se aq sa që të çosh telat me gjëmba aty, edhe, po se të mirë, kjo është ajo oferta miqësore që u bën ti atyre? Çfarë po bën ti aty? Pushtim po bën ti aty në Zvërnec? Ti po bën një investim që ata duhet ta pëlqejnë dhe të jesh i sigurt që nëse aty bëhej ndiqja ajo praktikë që përcaktojnë ligjet. Praktika që përcaktojnë ligjet. Ju garantoj se s'ndodh dhe kurrë kjo. Ligjet përcaktojnë konvente Aresit po. Kërkon komuniteti, t'ulesh me komunitetin, ti shpjegosh komunitetin, kaq do përfitosh. Kemi patur raste shumë të tjera, kemi patur raste e hidrocentralit Devollit, kompania merrte përsipër shërbime ndaj komunitetit, ndërtime ndaj komunitetit, dhe kudo. Po kjo është praktika në vende jo diktatoriale, kështu veprohet. Kurse ky e detyron atë tjetrin të flasë me fytyrë nga rreja e ullirit, nga Afrika. Po e pat, i bënte intervistën, i kthyer me fytyrë që mos edhe fliste në mënyrë të arsyeshme, ai fliste po ama kishte frikë të tregonte fytyrën. Shiko çfarë ka mbjell ky atje. Pra, zero marrëdhënie publike, transparente dhe zbatim. Në fund, unë e thash dhe në parlament, ja u them dhe ju këtu. Kjo është përpjekja për të larguar investitorin e madh të fundit nga Shqipëria. Dhe ju garantoj që kjo përpjekje është e koordinuar nga agasët, nga hysent, nga kocka, kush e ndonjë tjetër se janë disa aty si marë po, nga kockat mafioze të mafjes shqiptare. Ne qëndrojmë. Jemi për investime, jemi për mbrojtjen e mjedisit, jemi për mbrojtjen dhe njohjen e të drejtës së pronës në çdo metër katror dhe dëmshpërblimin. Nëse banori ka marrë tokën me 7500 njëshi, shikoni tani, banorët akuzojnë një padrejtësi të pandëgjuar, shumë të madhe, që e vërtet është shkon dhe edhe drejt tek qeveria jonë, në kuptimin që i morëm, thot,
formularët e 7501-shit, por na thanë se e keni në përdorim. Tani, kjo do hetim. Por toka e ndarë në 7501-shin është dhënë absolutisht në pronësi dhe vetëm në pronësi. Toka e fermave bujqësore është dhënë provizorisht në përdorim dhe mbrapa, 2 vite mbrapa, me një dekret presidencial u është dhënë në pronësi të gjithë fshatarëve që kanë qenë punojës në ferma. Ndonë se ajo, por hirë zvërtes, në një pjesë të mirë të saj, ishte tokë shtetërore. Se ishte qelë, malet hapura e këtë mëra. Po nisur nga e drejta e posedimit, kur e ke punuar për shumë vite, edhe në ligjet e vjetra shqiptare është ajo, kur ke punuar shumë vite të linjë e drejt tjetër dhe ne ja u dham. Tani, pse u ka ngel atyre, kush e ka bërë këtë, unë e dëgjova njërin për tyre, tha i kam shkruar dhe Sali Berisha, dhe ai nuk gënjej, ka shkruar me siguri, më ka kthyer përgjigje, tha. Por kjo është për kjo çfarë ka? Kjo ka zgjidhje. E ke formularin po, urdhro parat. Metër për metër për çmim me letër tregu. Me çmimin e tregut. Se investimi është interesi i mbarë Shqipërisë. Ta stasin me ta. Shkojnë rrethojnë aty, edhe thotë fjalë, kush është ai që mund të pranojnë këtë mënyrë? Dhe flet tjetri me kamër mas shpinde nga Afrika. Pra, unë ndala në këtë, nuk ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja, ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peizazhit natyror ose dhe zonat tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura, ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Dhe jam i bindur se ata që vizitojnë atë zonë, ata e kuptojnë që madhështia e vërtet e zhvillimit të asaj zone qëndron në respektimin e peizazhit. Po, respektimi peizazhit në kupton të ruash një për një, pemë, bimë, të marrish masat, mos shqetësosh habitatin, gjerë dhe në krijime të sipërfaqeve ekuivalente të habitateve në zonat tjera. Janë përcaktura, i ka përcaktur ligji evropian, i ka përcaktura shumë qartë.